Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku në tregun e brendshëm valutor vjetre përgjithsisht një qetësi, por në tregje ndërkombëtare dollari vjoi forcimin në sesionin e kaluar përballë shportës me 6 monedat kryesore ndërkombëtare. Fokusi sërish ka qenë i përqendruar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me gjeopolitikën, sidomos diskutimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, të cilat edhe pse u zhvilluan ditën e dieshme ishte raundi i dytë i bisedimeve, nuk patën rezultatet e pritshme. Këto zhvillime janë reflektuar padyshim edhe në tregun e brendshëm valutor dhe referuar dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë vjetre, një rritje lehtë e dollarit në raport me lekun në tregun e brendshëm, referuar dhënave të publikuara rreth mesditës. Dollari amerikan është rritur me 0.08% në raport me lekun dhe moneda e gjelbërt vjon tregtohet mbi nivelin e 81 lekëve mesatarisht, me eksaktësisht në 81.45 lekë, ndërkohë moneda e përbashkët evropiane ka publikuar sërish humbje në raport me lekun dhe ka prekur nivele të reja rekord në tregun e brendshëm. Moneda evropiane këmbet mesatarisht me 96.30 lekë në rënje të lehtë me 0.02%. Ndërkohë për sa i përket këmbimit të frangës me lekun, rënja është me 0.27%, franga mesatarisht këmbet me 105.53 lekë, ndërsa poundi britanik ka humbur 0.18% vlerës, këmbet me 110.49 lekë. Dollari kanadez është në rënje të lehtë me 0.01%, këmbet me 59.65 lekë. Dollari australian është rritur lehtë me 0.06% vlerës, këmbehet me 57.6 lekë. Jeni japonez këmbehet mesatarisht me 0.53 lekë në rënje me 0.22%. Lira turke është e pandryshuar, këmbehet me 1.86 lekë dhe juani kinez është rritur me 0.01%, këmbehet mesatarisht me 11.79 lekë në mëngjesin e sotëm, sipas dhënave të publikuara nga Banka Qendrore. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare fokusi vjon të jetë i përqendruar tek bisedimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në lidhje me aktivitetin e pasurimit me uranium dhe prodhimit të armëve bërthamore. Ditën e dieshme u zhvilluan sërish negociatat, të cilat sipas autoriteteve amerikane dështuan, por sipas autoriteteve të Iranit pati progres dhe është e nevojshme të zhvillohen të tjera raunde të bisedimeve. Paralelisht me këto negociata, poshtohet edhe prania e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme luftanijet. Janë në gjirin persik nga dishmëri për të sulmuar Iranin nëse do të ketë një urdhër, një sulm i cili pritet bashkërendohet mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Në sesionin e kaluar, dollari u forcua në raport me euron, por ditën e sotme moneda evropiane ka fituar 0.18% vlerës, duke u gjetur sërish lehtë mbi nivelin e 1.18 në raport me monedën e gjelbërt, me eksaktësisht euro këmbehet me 1.1803 dollar amerikan. Poundi britanik është rritur me 0.17%, këmbehet me 1.3514 dollar në raport me frangën. Dollari ka humbur 0.09% vlerës, këmbehet me 0.7721 franga. Dollari australian është në rritje me 0.51%, këmbehet me 0.7077 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez përballë atij amerikan është në rritje me 0.14% vlerës, këmbehet me 0.7309 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është rritur me 0.06% vlerës dhe këmbehet mesatarisht me 154.92 yen. Ndërkohë në tregun e kriptomonedave, pas humbjeve që tregu realizoi ditën e dieshme, sot Bitcoin dhe kriptomonedat e tjera janë rikthyer fitimeve. Bitcoin kuotohet në 67.071.92 dollar në rritje me 1.13% dhe thuajse për gjatë gjithë kësaj jave Bitcoin është tregtuar në intervalin nga 66 deri në 68.000 dollar. Ethereum në rritje me 1.94%, kuotohet në 1979.31 dollar. Ripple është rritur me 0.44% të vlerës, kuotohet në 1.4264 dollar. Litecoin në rritje me 0.13%, kuotohet në 53.2 dollar dhe Bitcoin Cash ka fituar 1.22% të vlerës dhe kuotohet në 559.21 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë për sa i përket
ecurisë të çmimeve të naftës, benchmarkët kryesor në sesionin e kaluar fituan rreth 4% të vlerës dhe në rritje po qëndrojnë edhe në sesionin e sotëm, pasi zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se Irani nuk ka adresuar ato linjat e kuqe apo kufit e vendosura nga Shtetet e Bashkuara në lidhje me bisedimet bërthamore të zhvilluara ditën e djeshme dhe sipas tij tashmë presidenti amerikan Donald Trump ka të drejtën të përdorë forcën kundrejt regjimit të Iranit. Por në anën tjetër, ishin zyrtarët e Iranit, ministri i jashtëm Abbas Araghchi, i cili i përshkroi diskutimet si konstruktive dhe njëkohësisht deklaroi se nevojiten të zhvillohen të tjera takime, por qëndrimi i Shteteve të Bashkuara është komplet tjetër dhe menjëherë pas kësaj deklarate të J.D. Vance, zëvendës presidentit, janë shtuar shqetësimet dhe njëkohësisht mundësitë që Shtetet e Bashkuara të ndërmarrin një sulm ushtarak ndaj Iranit për të rrëzuar qëllimi kryesor, sipas analistëve, është rrëzimi i regjimit në Iran. Pas fitimeve me 4% ditën e djeshme, edhe sot nafta Brent është në rritje me 0.92% të vlerës dhe kuotohet në nivelin e $71 për fuqi. Nafta bruto amerikane është rritur po me 1% dhe kuotohet në $65.84. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rritje me 0.51% të vlerës dhe kuotohet në $716.13 për ton. Ndërsa në ecurin e tregut metaleve të çmuara, ari është rritur sërish mbi nivelin e $5.000 pikërisht për shkak të rritjes së tensioneve gjeopolitike në lindjen e mesme dhe rritjes mundësive që Shtetet e Bashkuara të sulmojnë sërish Iranin. Në sesionin e sotëm, metali verdh ka fituar 0.38% të vlerës, kuotohet në $5.028 për onzë. Argjendi në rritje me 1.46%, kuotohet në $78.73 dhe platini ka fituar 0.07% të vlerës, kuotohet në $2114.3 për onzë. Ndërkohë në ecurin e tregut europian të aksioneve, shumica e bursave po tentojnë një rimëkëmbje, janë tendencë në rënje më saktë në sesionin e sotëm, pikërisht për shkak të këtyre shqetësimeve gjeopolitike. Njëkohësisht edhe kompanitë europiane kanë publikuar fitimet e tyre 3 mujore dhe rezultoi se kompania franceze prodhimit të automjeteve Renault ka publikuar humbje neto në vlerën e 10.93 miliard eurove në vitin 2025, pasi rreth 9.3 miliard euro janë ngarkuar pikërisht për të blerë aksionet e kompanisë Nissan, i njoftuar më herët në 2025. Megjithatë, operacionet në total të kompanisë franceze kanë shnuar një rritje me 3%. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë humbur 0.25 dhe 0.29%, CAC 40 i Parisit dhe FTSE 1000 i Milanos gjithashtu janë në rënje me 0.29 dhe 0.53% të vlerës. Vetëm indeksi zyriut SMI është rritur me 0.48%, sepse edhe disa kompani që janë të listuara në bursën e zyriut kanë publikuar fitime 3 mujore më të larta se pritshmëritë, sikurse janë Nestlé, Rio Tinto, Zurich Insurance dhe disa kompani të tjera. Për këtë arsye, vetëm ky indeks publikon fitime në sesionin e sotëm. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e 3 indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar. Dow Jones është rritur lehtë me 0.26%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq kanë fituar 0.78 dhe 0.56% të vlerës. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë së korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Sunrise është rritur me 2.81%, Brenntag, Vonovia, Fresenius dhe Zalando janë rritur nga 1.23 deri në 1.83%. Dhe së fundmi në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, Airbus ka rënë me 4.91%, BASF, MTU, Bayserdorf dhe RV janë rënë nga 1.02 deri në 1.54% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.